Pjesa 3 e vlogit tim në Shqipëri, sot është e diel, unë i mos të ditësh. Dhe nuk më kishte marrë të mblidhja rrobat kështu, të varura jashtë. Si do që tjetë, do të them që një nga gjërat për cilat kam qenë super mega falendëruese këto ditë që kam qenë këtu, ka qenë koha e mirë. Realisht, kur them koha e mirë, ka qenë një kohë me kushme. Si që kam thënë, ok, mëngjesi ishte pak i freskët, por pastaj gjatë ditës duke shkuar, domethënë që nga ora 10 deri minimumi deri nga ora 5 ka qenë një kohë aq e mrekullueshme dhe pastaj ok, se mëngjesi dhe darka është e pritshme që të ftohen, të freskohen, sepse është pikërisht mes tetori, por gjatë ditës ka qenë një kohë e mrekullueshme. Sot e kemi kaluar dhe dje dhe sot tërë ditën këtoj se më pranë për darkë të Gjulja, sot tërë ditën tek Gjulja, dhe tani jam në kthyer në shtëpi dhe po mendoj të bëj valizën gati sepse nuk e di si merr dita nesër, do jem të ditën me Xhulën, kam bler disa gjëra të fundit. Xhulia me mami duhen të blejnë një dhuratë për punatën time e cila ka ditëlindjen, kështu që do jetë një ditë në lëvizje dhe prandaj thash ta nis vlogun edhe t'i bëj gjitha mbi gjitha gjërat gati, sepse pikërisht nuk e di dhe nuk do t'i lë për moment fundit, sepse kam bler edhe disa gjëra që dua të rregoj, besoj. Janë mbi gjitha gjëra për të ngrënë, se çfarë kam bler në treg, të njëjtën ju na tregova. Kështu që janë mbi gjitha gjëra për të ngrënë. Që atje nuk i gjej ose nuk më pëlqen si janë atje, s'di si ta shpjegoj, kështu që do ja tregoj. Fatkeqësisht këto nuk mund të i marr me vete, por u sigurova që të pik sa jam këtu sepse i dua, janë shumë të mira. Dhe në atje nuk gjej dot. Da gjuloj një palë gjingsa. Lavaca. Sepse lavaca e pim. Më pëlqej shumë. Gjithashtu, këto për restorantin, për të vënë ndonjë pije, është diçka estetike, edhe të barit, nuk e di diçka tjetër, të më bleu mami. Këtë sepse Gjulja tha harron të pish ujti Gjeni. Këta makarononi. Nuk e dija e besoni këtë gotën dhe unë dhe Gjulja kemi njësoj. E kemi qenë në vit të 4 të gjimnazit. Na e ka dhuruar një shoqe. Dhe mami i ka ruajtur. Gjulja ka marrë vetën, kështu erdhi dita të marrë në timen. Një dhuratë për kushërirën, e cila është fiksion në futbollin. Atë ja ka bler mami. To i mora disa për dhurata. Sepse gocat e stafit i duan shumë çokoladat. Gjulja më tha që këto ishin shumë të mira. Edhe e provova dhe janë realisht mira, kështu mora 2 copë. Dhe kaq, kam gjëra të tjera. Këto janë gjëra që kam marrë nga këtu. Gjithashtu doja t'ju thoja që jam shumë krenare për veten time, mbarova një libër. Dhe tani kam 2 net akoma të tjerë këtu, do mbaroj një libër tjetër. Inshallah ja dal. Sepse vetëm pas darkë rri në dhomë dhe duke qenë se s'kam kompjuter, s'kam asnjë gjë, nuk shoh ndonjë seri, edhe sikur të kisha, kam për të lexuar këtë libër që Gjuli më ka lavdruar shumë, kështu që ja vura objektiv vetes, tash do lexoj, kështu që po e lexoj dhe ja shkruaj për veten time, më kishte marrë malli. Dita ime e fundit këtu, do ta bëj mëngjes me Gjulën dhe Ronin. Edhe vetëm një gjë që kam bërë këtë ditë, sikur më kapi ka qenë korrektori në këtë zonë. Kam puç. Edhe pak këtu të syr. Një pikë sa për. Edhe kam hapur vetëm me dorë. Kështu. S'kam bërë asgjë tjetër. Po i gënjeja, kam bërë me kap, pak më shumë se kaq, po baza vetëm korrektor, po kam vënë blush e kontur këtë gjëra, bronzer jo kontur. Kur dola për mëngjes me shoqen time të kushtë, dita po. Dita po, si që keni bërë edhe këtë të kur e bëra video, kaq. Kam veshur xhaketën e Ronaldës dhe bluzën e mamit. Edhe i kam futur gjithë rrobat në lavatriçe për të larë. Nërsa paltën time kam futur dëgjarë, valizë, s'po kisha
qefti hapje prapë. Se sot kam ndërmend mos merr me valiçë. Se ndaj duhet të lexoj. Vedi si drita banjës. Po? Tysha. Në dritë natyrale për shembull. Super. Ndërsa për buzë do marrë të. I me motor sa po gatoj. Nuk e di si ti e do pësu kaj shumë, po nipi im është më vërtet breastfeeding quhet. Ajo djetë shumë kalori, gjithonja edhe një kalama i penderit, alhamdulillah, shumë i lëvizshëm. Shumë i lëvizshëm dhe shumë i varur nga ty. Edhe përdërsa jam arsye që ushqehet edhe gatimi letërëmit e buj unë, shumë që. Do të gjojnë të merë arbër. Merë arbër. Këto merë arbër e të një nuk këto merë. Ta? Aja bëzhurë më përgjë shumë. Kush ta ka dhuruar të Shqipërisë? Shokullale. Shumë e lezetshme. Shumë e lezetshme, se është si e gdhëndër. Është tru. Edhe natë për natë, arbri e shef, edhe kujton që emri veti ka ardhur nga atë. Dhe sa pa, ju për të vetë. Ky nipi im, gjumin e ka me dëshira, ka një javë për fle. Super mirë. Ka një javë, këtoja që ka artezja, gjumin e ka pas. Ndërsa e ka pas edhe nga që ka pas gjithmonë me njerëz, nuk ka qenë në shtëpi. Apo jo. E sigur. Pjesë që nxev Xhulin. Nuk është punë se nxev, nxehet në vërtet shumë herë, do gjumë, lutet për Xhulin, edhe prap nuk flesh, irrituese. Kush është prind e di, sepse e shef që letëralmente vunë edhe ai, jo vetëm unë. Normal në timën e vuaj. Jo. S'po m'del, s'po në mirin vetë, s'po të dole. Mos kini më jashtë se tani do e doj. Po, s'ta në klopën. Që do merremi tani? Po bëhet darka. Në momenti që mbaron darka, do dalim. Do shkojmë blejmë dhuratën. Pastaj do shkojmë të shkjo jote. Mamin dhe babut. E bërë e ca. Tu po postoj vlogu. Edhe në dorim atjerë në basdite, se ma ditë unë në shpi. Sepse një gjë ka qënë ime, mëse marë së më fysh. Orën 8 do t'jetë se s'bën kohë. Darkës. Edhe isha dhe fle mas dite, se është Ronaldo. Ronaldo në ka pikë të dobet. Me mua është më të paherën që do që ta marrë kradë. Këto. Por jetë kenë. Një pyetje kam unë. Edhe një kërkoni vlogët edhe nuk i shih një. Seriozisht, mundova ta bëja të Toy Rotation, asnjëri s'ja ka bërë. Rrofshet në rum. Në rum. Po thoja, arbër me mua nuk është se sërri. Thjesht që kur është në shoqëri, mami, babi tim, Roni, normal prindërve të tij, mua nuk më shef. Më shef mua kur ka nevojë dalin nga karroca, kur ka nevojë ta çoj në përvend, se unë s'ja prish. Kur ka nevojë që do të kërceja, do të vizë sepse arbër është i fiksuar me këngën dridhe. Me këngën Bajame? Bajame, dridhe moj Bajame. Nuk e keni den, është fiksur për të. Pra, kush do të aprish dhe e di që interesat gjë i vogël, ka nevojë për ndonjë gjë, paf, kthehet on, për ndryshe këta. Po normalisht, duke u rritur, se unë e lash fiks në momentin ku ai fillon fillon rri ashtu. Normalisht ka 4 muaj pa mua dhe 4 muaj që këta persona isha për ditë, e marrin, e nxjerrin, ashtu. Por jemi okay. Apo jo. Nuk është puna se është i fiksuar, por për shembull mami me babin e kam parë, ai u bë 10 muaj në mos çdo natë, një herë dy. Ronaldo lov, po kalamasi ai edhe ai atë do, është kalama. Ty ka parë moral. Ska jo tani do pshoj më shpesh, sepse tani kupton më shumë. Se si kam këto foto seksisht? Ta arbërit këtë ty. E më nëzë që foto që bërë nërë. O nervë, sa të gjanë ty nga nervët. Nuk është vërtet, më më janë dhe i kesh unë atë foto.
Gjulja, ti je, do të kuptoni që unë më të rejme si pranon, për Gjulja është në vrike. Okej, ne jemi në vrike, por unë jam më në vrike pasive. Gjulja është më në vrike aktive. Ha, të vërtetën tani. Që të thot në vrike aktive, në vrike pasive? Që nervin e maj për vetën tinë, ha vetëm edhe, ndërsa ti nervin e ndjerë. Por ndryshe të bëhet ulqa. Sot marru nga ulqa. Dhe qofti me ulqa, po, se nuk kam vërtet, nuk them vërtetën. Sidomos me disa, për shumë, me ty e mbaj nervin, me ata të shtëpis e mbaj nervin. Me burrin më pak, ati janë zjerë më shumë. Këtë, e disa e më ndu të shoh. E lexove librin më? Ja, në lexova sa paqë. Nëse që të shpjegoja që do të libri për më, se më jam. Është kjo që është me familjen e që shkon të ky fshati që janë shtukur të gjithë, se që është familja e gjyshes vet, që ka vdekur, është dukur gjithashtu. Që çon gocën për drum. Që e shpëtojnë. Në Bodrum kam vdekur gjithë, se ka janë minjerë. Minjerë, po. Një shemë minjera dhe kam vdekur gjithë aty, mos hyni në kulte njerëz, mos hyni në kulte. Përzovim një dokumentar për një bandë meksikane janë. Besoj se shumica për ju se njohin, nëse si njeni kujtoni këngën nga s'këndë të në banë në sjeli. Shumë i qartje. Ame e që thot Jesse and Joy, ne dyja i përqem shumë këngët e këtyre. Ka disa këngë që unë kam këllon zanore njetë. Në shumë buka. Si thot me në kjero se alfombra një skalon. Kam për këngën në për të novela, po? Lësën të në këtë sjellë, me Jacqueline Barcomontes. Si e ka bëdojnë në të shkojnë e shellë? Po, si quhet ai, Valentino Lanos, edhe Jaime Camil. Los Prota. Kështu që përshojmë dokumentarin janë. Pastaj të bëj dushat këngën gjori. Më vërtet? Ka shqyqe se Lasën të në banë në sjellë? Ka rritëm. Ka marrë të rritë në shumë. Brand new information. I didn't know that. Po mirë që. Los corazones tontos nunca llegan al cielo. Na mundo. Mos më kishe thënë ti, më kishe harru fare që e këndoni këta. Unë e di tekstin kur këndojnë ata. Kur s'këndojnë ata e hum, po mbaj ritmin. Jesus. Po, më vëlla, ai i bi kitarës, Produksioni, që është. ajo këndon. Ka këngë shumë bukur me Pablo Alboranen. Po. L'amore. Edhe në dyja jemi ullur. Donde está el amor? Desde que todo Ajo është rrë. Desde que todo Do të që abli. Arbori flemen të shojmë këta. Që ja bëra. E një zëri dita që unë të nisëm, ka qenë një mëngjes. Si fillim në ndaloj policia në autostradë, sepse tek ne i gjetën do një kontrolë dhe ti. Okej, kaloj ajo punë. I për persona shumë mirë, shumë sjellshëm, i thamë që jemi në aeroport, kështu që okej, thamë. Thjesht kemi parasysh tjetër, kështu që ajo kaloi. Okej, thashë kalon aty. Kur bëra check-inin, ai personi i parë harroi të më jepte kartën e embarkos. U ktheva mbrapsh për të marrë kartën e embarkos, domethënë këtë biletën. Nuk po gjeja vizën. Njerëz nuk po gjeja vizën aty në kapja ankthi. Se tani më Anglia nuk ka më vizë karta, si që ka në Itali për shumë kartë soggiorno e gjëra tilla. Do të ketë jon i visa. Nuk po e gjeja, o zot, ka një stres. Unë e kelin telefona, i thështot gjen, e ke aty, e bëre para se të vije, i bëre të save që ti kishe me kollaj, nuk po e gjeja, internet nuk kisha. Sepse nuk gjenu kartën italiane, se që pata ta. Edhe aty nuk e di, sot kam gjetur vetëm njërë sjellshëm. U sprovova ndërimin për njërë sjellshëm. Ai personi, dy persona aty, shumë sjellshëm, thanë okay, se rrugojmë ne, gjetë, hynë te area riservata, jo, baba i bën gjithë gjërat, a gjetën, më dhanë kartën e embarkos, okay, thash kaloj. Shkoj te check-in e valizhave, ka marrë si që tregova atë gjën, ato kavanozat e vogla me reçel, si që thash, nuk lejohesh. Sepse jam mbi 100 ml. Se kisha vërej që ishin 150. Me këthyrë mrapsht ato, ju thash që mora dhe atë për të futur pije, që ta vje të restoranti si dekor. Ma këthyrë mrapsht, thash po është pa alkohol, thash që ka bërë vetu vaktu. Thash është boshë, pa pije. Okej, tha merre këta. Avioni, thash do gjërë pregu tani. Avioni është me vënecë. Zotë që ko ju filmin të mbarë.
Dhe periun e këto pikë. Benvenuti sul vostro volo aereo FR585 con destinazione Londra Stansted. L'imbarco inizierà a breve. Nell'attesa siete pregati di utilizzare il sistema d'imbarchi per Faleminderit që ishit me ne në këto 3 vloge, faleminderit për të më ndiqni gjithmonë. E në rikthehen aventurat, Giulia në Itali, Gjeni në Angli, por do ta bëjmë së shpejti me Giulia, sepse gjëra bukura akoma na presin. Deri në atëherë, deri në atë moment, shihni vloget tona të tjera me dyjet të ndryshme, por gjithmonë janë të bashkuara. Vi invitiamo a rimuovere